Brukseli bën me dije se shtyn pa fat çeljen e 2 grup kapitujve, duke lidhur këtë gjë me progres raportin për zgjedhjet parlamentare datës 11 maj. Si shikoni këto dy ngjarje? Pra deklaratat por edhe vendimin e fundit. Faleminderit për pyetjen. Në i ligu, ndër të liqt, është gënjeshtari. Në klubin e të këqive, më i keqi është gënjeshtari. Dhe në qofë se ju merrni Edi Ramën nga 2013 gjersot, ju garantoj që në gjithë globin toksor nuk do të gjeni një gënjeshtar të dytë si ky. Spari. Jeni dishmitar se si zotëria e tij në 2017 hapi shishet e shampanjës, hodhi me qindra fishe gzare, dekoroi ambasadorët dhe komisioner për hapjen e negociatave. A është kështu apo jo? Bëri mashtrimin më grotesk të shqiptarëve. Negociatat u hapen, tha. Negociatat nga 2017 de facto u hapen vetëm para 3 muajve, 3-4 muajve. De facto u hapen para 3-4 muajve. Pra, pas 8 vitesh, negociatat nga dita që Edi Rama festoi me fanfare, me tamtame, me dekorata, me shampanjë, me fishek zjarre, morën 8 vite për t'u hapë. Tani, kjo është për në kushdoj të... Po. Tani çfarë thot? Pasaportën e prodhuar nga qeveria me pashme. E nxjerr thot. Pasaporta europiane, kjo, në vitin 2030. Shiko ku e ka mashtrimin. A e din? A nuk thot do në vitin 2029. Jo, se di që s'do ndodh. Po e çon vitin 2013 për te mandatit, që përpiqet të grabis, vetëm për të mashtruar shqiptarët. Unë isha në Podgoricë. Ajo audiencë u trondit nga ato që ndigjoj me fakte. Dhe unë i them Edi Ramës se nuk ke pa gjë akoma, është vetëm fillimi. Vetëm fillimi. Kur unë kam deklaruar këtu para jush dhe para botës se Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter përveç kriterit gjeostrategjik, e kam bërë këtë me përgjegjësinë më të plot. Dhe unë që është e vërtetë dhe ja faktoj kujdo, edhe shqiptarve dhe ndërkombëtarve, se kjo është e vërtetë e pamohueshme. Ndaj dhe Edi Rama e dorëzon me 12 maj dhe i garantoj shqiptarët se për qeverinë e ardhshme tonë, objektivi numër 1 do jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Interesi kombëtar më madhor do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me një dallim themelor i bazuar në merit dhe kur në asgjë tjetër. Procesi i bazuar në merit i dha Shqipërisë marrëveshje stabilizim asocimit, i dha Shqipërisë heqjen e vizave, i dha Shqipërisë rekomandimin rekomandimin nga Komisioni Evropian statusit kandidat, i dha Shqipërisë ftesën në NATO, i dha Shqipërisë antarësimin në NATO. Ka vetëm një rrugë, dhe kjo rrugë është të plotësosh standardet dhe kriteret e procesit të antarësimit si interesi më i mirë i qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe përshëndes vendimin që kanë marrë, i garantoj
se ylli polar, nordi, i kësaj qeverisë Aleancë për Shqipërinë Madhështore do t'jetë integrimi i bazuar në merit i Shqipërisë në Bashkimin Evropian.